Selam aleikum. Nëse thot në kush s'ta bën halal, a hyn në xhenet? Aleikum selam wa rahmatullah. O përgjigja më herët por e kisha pështjellu pak edhe e fshin atë video, po e bëj për së dytje, mos më keq kuptu. Do më thonë, pa marrë shembull, unë i kom bot dikuj një mëkat, kemi qartë, edhe a s'po më bën halal. Në anën tjetër unë kom po krejt mirat gjatë jetës adhurime sa në venditën e kiametit, unë e kam qatë vrejtje ati që ja kom bën një të keq që a s'po më bën halal. Po të mirat që i kam ka ana tjetër janë qatë shumë sa unë parimisht inshallah tale me rahmetin Allahut e kam xhenetin e garantuar. Po s'muj me hyjë në xhenet, dhe pse kam garantuar pa u halashtis, pa ja marrë halalin që ati personit, ose pa ja la hakin që ati personit që i kom bënë e keq dikur ati, që ati ju ka tek zdo me ma falë. E luti one se në vene, atër Allahu më thotë mu ka dalë. Këtheja njerit hakin. Edhe që o mune, ja jap ati dë se vape, qëtë sa duhet mi dhanë, jo sot lypaj, që a i më në lyp krejtë se vapët mu. Po aty është Allahu gjykatësi. Për shambull, ja kom bënë një gjëna që pëshon, po marrë që shambull, 50 kg, pa këthejnë kilogram, 50 kg, gjënohe, ja kom bënë ati. Aj tash, ja japun ati 50 kg se vape, muapet mjesën se vape me vazhdu për xhenet. Por, m'ja dhon njerit hakin, Në momentin që, dhe më thonë, aj masane edhe nëse thot, e që une edhe pse mi ka dhonë kërë se vape, unë apet s'kam ja falë këti, na i themi, ose Zoti thot, a kryt ashtë filmi, ti e mora hakin tanë, lejnë jeri le të ecë për xhenet. Po nëse ndodhë që, unë i kom bo dikuj gjëna, ose dikuj që ka bo, tash s'pë duhune me thonë unë, dikuj që ka bo, tjetër gjëna. Edhe, në ditë kiametit, që ka bo gjëna ndaj tjetërit, s'ka se vape. Allahu kur t'i ballafaqojë të dytë, a i s'fënë merë hakin e vetë se s'ka se vape ky mi dhonë. Ja ka bati një gjëna 50 kile. S'ka se vape 50 kile me i dhonë. Që ka bënë? Ja merë gjëna atë ati. 50 kg gjëna i manë për vete. Edhe në këtë formë batë 0-0. Ky është për xhehenem, plus edhe 50 kile u kanë ranu në shpinën e vetë me gjënahe, hala ma thellë më konë xhehenem. Allah mas më bafë mua si uve prej kësaj kategorie. Pra po besoj që tash e keni ma të qartë se sa që isha në një vend dhe unë pengon të dikush aty afer dhe ma kish